Surja Ad-Duhan, Mekkase, 59 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Hamim. Ha, Mim. Wal kitabil mubin. Betohem në librin e qartë. Inna anzalnahu fi lejlatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. E zbritëm Kuranin në një natë të bekuar. Vërtet ne gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Në atë natë Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në atë natë të zbritjes së Kuranit vendoset çdo punë e urtë Amran min indina. Inna kunna mursilin. me urdhërin ton. Ne gjithmonë kemi nisur të dërguar Rahmatan min rabbik. Innahu huwas samiul alim. si mëshirë prej Zotit tënd. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma. In kuntum muqinin. Ai është Zot i qijeve, i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet midis tyre, nëse besoni me bindje. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç atij. Ai e jep jetën dhe e shkakton vdekjen. Ai është Zoti juaj dhe Zoti i të parëve tuaj të lashtë. Bal hum fi shakkin yal'abun. Por ata argëtohen duke dyshuar. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Andaj ti prite atë ditë, kur qielli do të lëshoj tym të qartë, يغشى الناس. هذا عذاب أليم. që do t'i mbuloj njerëzit e do t'u thuhet: ky është dënim i dhemshëm. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Mohuesit do të thonë: o Zoti ynë, lirona prej dënimit, ne tashmë besojmë. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. E si mund të përfitojnë ata nga këshilla, ndërkohë që më para tyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegime të qarta? ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. E ata i kthyen shpinën duke thënë: ai është një i çmendur, i mësuar nga të tjerët. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Edhe si kur t'ju lirojmë nga dënimi pak kohë, ju me siguri që do të ktheheni në mosbesim. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Ditën kur do t'i mbërthejmë ata me forcën më të madhe,
ne do të hakmerremi. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Përpara tyre ne vum në sprov popullin e faraonit, kur u pat ardhur i dërguari fisnik. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. I cili u tha: Më sillni robërit e Allahut, sepse un jam për ju një i dërguar i besuar. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. Dhe mos u madhëroni mbi Allahun, sepse un po ju sjell provë të qartë. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. Un kërkoj mbështetje në Zotin tim dhe Zotin tuaj, që të mos më vrisni me gur. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Dhe ai ju lut Zotit e vet. Ky është vërtet një popull keqbërës. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Allahu i tha: Ec bashk me robërit e mi natën, sepse ata do t'ju ndjekin. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Lëreni pas detin e hapur, se ata me siguri do të fundosen si ushtëri. كم تركوا من جنات وعيون. Sa kopshte dhe burime i lan ata. وزروع ومقام كريم. Sa ara të mbjella dhe ndërtesa fisnike. ونعمة كانوا فيها فاكهين. Dhe sa begati në të cilat kënaqeshin. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Kështu, ne u alam trashëgim ato një populli tjetër. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Nuk i vajtoi ata as qielli, as toka, as nuk ju dha afat atyre. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. Ne i shpëtuam bijtë e Izraelit nga dënimi poshtërues من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. prej faraonit, që ishte tiran, njëri që kalonte çdo kufi të së keqes. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. Ne i zgjodhëm ata me qëllim mbi popujt e tjerë të asaj kohe. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Dhe u dham shenja në të cilat ka sprova të qarta. إن هؤلاء ليقولون. E megjithatë, jo besimtarët
thonë: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. Ekziston vetëm vdekja jone e parë. Ne nuk do të ringjallemi. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Na i risillni pra të parët tanë, nëse thoni të vërtetën. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. A janë këta më të mirë se populli i Tubas, apo ata para tyre? Ne i shkatëruam ata, sepse ishin vërtet punë mbrapsht. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Ne nuk i kemi krijuar qiejt, tokën dhe çfarë gjendet midis tyre për t'u zbavitur. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ne i kemi krijuar ato me qëllim të plot, por shumica e tyre nuk e dinë. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Me të vërtet, dita e gjykimit është e caktuar për të gjithë ata. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. Atë ditë, i afërmi nuk mund të ndihmoj as pak të afërmin, e as ata vetë nuk do t'i ndihmoj kush. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Në përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu. Ai është vërtet i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. إن شجرة الزقوم Pema e zekumit طعام الأثيم do të jetë ushqim i gjunahqarit, كالمهل يغلي في البطون si tunxh i shkrira ajo do të vlojë në barkun e tij, كغلي الحميم. ashtu si vlon uji i nxehtë. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Engjëve do të thuhet: rrëmbejini atë dhe çojeni në mes të zjarrit flakërues. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Pastaj për dënim, hidhni mbi kokën e tij ujë të valuar, duke i thënë: ذق إنك أنت العزيز الكريم. shijoje këtë o njeri i fuqishëm dhe fisnik. إن هذا ما كنتم به تمترون. Ja, ky është dënimi për të cilin ju dyshonit. إن المتقين في مقام أمين. Punë drejtët me të vërtet do të jenë në vend të sigurt. في جنات وعيون. Midis kopshteve dhe burimeve. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. Të veshur në petka mëndafshi të hollë dhe armaç, të ulur përballë njëri tjetrit. كذلك وزوجناهم بحور عين. Po, kështu do të jetë, dhe ne do t'i martojmë ata
me hyri sy bukura. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Aty do të kërkojnë çfarëdo frutash që të dëshirojnë e do të jenë të sigurt. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Atje nuk do ta provojnë më vdekjen, përveç vdekjes së parë, dhe ai do t'i shpëtoj prej dënimit të zjarrit flakërues. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Kjo do të jetë dhunti prej Zotit tënd. Kjo është fitoria madhështore. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Ne e kemi bërë të lehtë Kur'anin në gjuhën tënde, që ata të mund të marrin këshilla. فارتقب إنهم مرتقبون. Andaj, ti prit, se edhe ata vetë po presin.